Betimin e deputetit e dha në tentimin e tretë, por të zgjedhurve të popullit, pikërisht atë ditë dikush i kërkoi një premtim të firmosur. Veteranet të ushtrisë çlirimtare, qysh me 17 prill i ofruan ligjvënësve të nënshkruajnë një zotim për adresimin e padrejtësive nga gjykata speciale. Madje për ta, betimi për drejtësi nuk bie ndesh me asnjë normë juridike. Ka bazë ligjore, mund thirrën me ato kërkesa, ka bazë ligjore me thirrë për monitorim, ka bazë ligjore të lypet raportim nga ato gjykata se të punës të kanë bërë. Këta janë të kënaqur me përgjigjet që morën, por thonë se politikanët duhet bërë më shumë për ata që gjykohen në Hag. E mirë është që 82 deputet e kanë pranuar ato. Ne një shumicë, do dhëtë ne një shumicë që ke marrë të nënshkru, në një shumicë jonë të nënshkru i kam ledha i shokët, do të besoj si sot do t'i marrë në Prishtinë. Me rëndësi është të gjithë e kanë pranuar në atë kuptimin me shqyrtu. Betimin për drejtësi e morën bashkëluftëtarët e Haradinajt nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Arben Gashi nga kjo parti i tha klanit se ai vet nuk ka pranuar këtë dokument, por është çështje individuale e deputetëve nëse do ta firmosin ose jo. Edhe nga partia që doli e para në zgjedhje, jo të gjithë e pranuan këtë dokument. Një herë jem duke diskutuar për çështjen e kryetarët të kuvendit, nuk e kemi marrë ende nuk çështjen për më nënshkruar, por nuk besoj se populli vlen për. Atë e firmosën të gjithë deputetët e PDK-s, mirë po ata po ankohen për qasje ndaj çlirimtarëve të partisë që doli e para në zgjedhje. Pushteti i kaluar i ka zvogluar edhe fondet për mbrojtjen ndaj të akuzuarve të cilët sot po qëndrojnë hang, dhe kjo është e paprecedent dhe kjo është e papranueshme. Nuk dihet nëse kjo letër ka arritur tek kryeministri në detyrë Albin Kurti, pasi me 17 prill një kërkesë e tillë e injoroi. Ministra, ka mundësi se... A keni thonë mos po folem?